Ndërkohë që Kosova prej 3 muajsh është futur në një krizë politike, në gjykatën speciale po vazhdon gjykimi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, të cilët ndër të tjera akuzohen edhe për vrasjen e kundërshtarëve politik kur ishin në krye të UÇK-s. Tashmë ka përfunduar dëshmia e të gjithë dëshmitarëve të prokurorisë speciale dhe që nga 15 prilli ka nisur dëshmia e dëshmitarëve të mbrojtjes së të akuzuarve. Megjithatë, mbrojtja ka kërkuar në vazhdimsi disa herë lirimin me kusht të akuzuarve dhe vendosjen e tyre në arrest shtëpiak, kërkesë kjo që është refuzuar kategorikisht nga gjykata speciale, e cila dyshon se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi mund të prishin provat. Lidhur me këtë kërkesë të mbrojtjes dhe refuzimin nga speciala, ka folur analisti dhe njohësi i zhvillimeve në vend, Faton Mehmeti. Është e drejtë e mbrojtjes të kërkojë lirimin e të akuzuarve në kohën kur dëshmitarët e prokurorisë veç se kanë përfunduar dëshminë, por kjo gjë nuk mund të ndodhë, pasi prokuroria mbështet arsyetimin e saj në mundësinë e ikjes së të akuzuarve ose tentimin për të ndikuar tek dëshmitarët e mbrojtësit të viktimave në rastin e Thaçit për pengim të drejtësisë, deklaron Mehmeti. Sipas tij, pengimi dhe rrezikimi i dëshmitarëve mbetet padyshim një nga arsyet kryesore pse specialja po refuzon lirimin me kusht të 4 të akuzuarve. Pra Thaçi është edhe në një proces tjetër për pengimin e drejtësisë, ndikim të dëshmitarët, çka i mundson prokurorisë të paraqesë këtë si fakt dhe gjykata ta aprovojë një vendim të tillë. Kështu bie poshtë ideja e lirimit me kusht të akuzuarve për shkak të arsyeve të përmendura më lart, thekson Mehmeti. Mëtej ai parashikon se Thaçi dhe të tjerët do të vazhdojnë të mbeten në burg deri në verdiktin final të speciales, i cili pritet të jepet deri në fund të këtij viti. Në rrethana të tjera ndoshta edhe mund të ishte pranuar një kërkesë e tillë, pasi prokuroria veç se ka përfunduar me dëshmitarët e saj, por Thaçi dhe të tjerë do të mbesin në burg deri në përfundimin e procesit, që parashikohet të përmbyllet në fund të këtij viti, kur edhe do të jepet verdikti final, shprehet ai. Edhe këtu kam dilema nëse mund të ndodhë ndonjë lirim, nga se dëshmitë janë të shumta dhe akuza është për vrasje, maltrajtim dhe keqtrajtim të mbi 100 personave. Gjithsesi të presim dhe të shohim se çfarë do të ndodhë në fund të gjykimit, përfundon analisti Faton Mehmeti.